Përshëndetje miq, ju përshëndes unë Mimoza Elezi. Vazhdojmë leximin e dokumenteve osmane, pra të arkivave osmane, të cilat kanë më se 600 vite që rrinë në raftet e plorosura të arkivave në Turqi. Do të vazhdoj përsëri sot leximin e regjistrit të defterit të Sanxhakut të Dukagjinit, duke parë zonat, krahina dhe fshatra që përfshihen në këtë defter. Dhe në bazë të saj do të shikojmë emrat e fshatrave, shikojmë emrat e banorëve që banonin atë kohë në këto fshatra, sa familje të krishtera kishte, sa familje muslimane kishte, çfarë kultivoi në këto fshatra dhe taksa që paguheshin. Këto deftere patjetër që unë kam përvetësuar nga arkivat e Turqisë, por është një defter që nuk e kam përkthyer unë, pra siç është defteri i Suretit të Arvanit, i cili është në turqisht dhe në osmanisht në vjetër, dhe ato po e përkthej fjalë për fjalë dhe faqe për faqe në shqip, duke shfaqur timaret, se këtu janë të përfshira timaret e asaj kohe, pra fshatrat shqiptare, popullsia shqiptare, sa banor kishte dhe taksa që paguheshin, dhe në bazë të saj nxjerrim bilançon e popullsisë asaj kohe, pra të viteve 1431, dhe gjithashtu nxjerrin dhe emrat e fshatrave, cilat janë zhdukur, cilat jetojnë dhe sot. Defteri i Sanxhakut të Dukagjinit i përket viteve 1571 dhe këtu shikojmë fshatrat e asaj kohe dhe përbërjen e fshatrave, pra popullsinë, të ardhurat dhe gjithçka. Regjistrimet mbi defterin e Sanxhakut të Dukagjinit e shfaq çdo të mërkurë në orën 18, ndërsa regjistrimi mbi defterin e Arvanit i shfaq çdo të shtunë në orën 18. Pra programet e mia me tema historike dhe përkthimin e dokumenteve shfaqen çdo të mërkurë dhe çdo të shtunë në orën 18 në kanalin tim të YouTube-s, dhe programet e tjera ditore shfaqen në ditë të ndryshme, në orë të ndryshme, sipas aktiviteteve dhe ngjarjeve të atyre ditëve. Sot jemi në pjesën e dytë të regjistrit të Sanxhakut të Dukagjinit. Në pjesën e parë pamë Gjakova, pra Gjakova në vitin 1570 ishte vetëm një fshat dhe e pamë përbërjen e saj, strukturën e saj, familjet që jetonin në atë kohë, i pamë emrat e tyre dhe mbiemrat e tyre, i pamë sa të krishterë dhe sa musliman kishte, dhe pamë se çfarë kultivoi në Gjakova dhe taksa që paguanin. Dhe sot do të vazhdojmë në pjesën e dytë, pra sot do shikojmë fshatin Gona Raca, do të shikojmë përbërjen e fshatit, sa popullsi kishte, sa të krishterë kishte, sa musliman kishte, të ardhurat që ishin, taksat që paguanin, por gjithashtu do të shikojmë nëse ky fshat sot ekziston apo ka ndryshuar emrin, a kemi ndonjë shënim mbi këtë? Le ta shohim së bashku. Pjesa e dytë, fshati Gona Raca. Banorët e fshatit Gona Raca ishin Sulejman Stepa, që shënohet tu ç, do të thotë që ky ishte çiftçi. Pra siç e kemi parë edhe në programin e parë, ato që kanë një ç në fund, do të thotë që ishin çiftlikçar, pra kishin çiftliqe. Administratonin, mblidhin taksat, mblidhin djemt e vegjël për ushtar që i dërgonin në sallajt e sultanit e tjerë e tjerë. Hasan Hyseini ishte çiftçi. Memi Mustafa ishte çiftçi. Koka Nina, ky emër mund të lexohet edhe Kuka, në të gjitha rastet e kemi dhënë Koka, shënohet në regjistër për arsye sepse këto shënime janë të vjetra dhe disa nga germat edhe mund të jenë fshirë ose mund të lexohen dhe ndryshe. Lika Tola, Memi Stepa, çiftçi. Hasan Biba, çiftçi. Ivan Taja, Dom Prendi, Andre Lika, Kurt Deja, çiftçi. Memi Miça, çiftçi. Pop Ivani, Nina Dom Prendi. Këto që janë më janë beqar, pra kur i shikojmë në më në fund. Koka Tola. Në rastin e emrit Kurdeja kemi një shënim. Leximi nuk është i sigurtë në të gjitha rastet, e kemi lexuar Deja sepse në këtë formë e ndeshim të shkruar me shenja diakritike në defterin e Sanxhakut të Dukagjinit të vitit 1591. Dhe kjo gjendet në fletën 40 të defterit. Vazhdojmë me banorët e tjerë të fshatit. Ishin Nuedoçi, Zhin Daka, Prent Papa, Miça Doda, Gjon Vasa, Papadeja, Miran Gjoni, Tola Noja, Lika Gjoni, Stepa Andrea, Nina Papa, Bac Kliri, Janko Gjini, Pal Papa, Gjon Lika, Papa Dida, Zhika Papa, Mark Baci, Nue Jaka, Prend Doci,
Nina Gjoni, Gjon Zeza, Gjura Kliri, Gjon Daka, Pute Gjini, Vasa Dida, Deja Papa, Bac Gjoni, Noja Tola, Kola Jaka, Andre Petko, Janko Gjoni, Bashtina e Shpatar Mehmetit në dorën e Mustafa Kethydait si pas tapunames. Dhe si që pamë, pra këto ishin banorët e fshatit dhe tani të shikojmë sa familje kishte muslimane dhe sa familje kishte të krishtera. Ato që janë me në fund janë e beqar, ato që kanë që në fund janë e qifliqar. Tani shikojmë që këtu, në këtë fshat, kishim 7 familje muslimane, kishim 20 shtëpi pra familje të krishtera, dhe kishim 16 beqar. Këtu do të shikojmë që janë vetëm krye familjaret, pra çdo familje në atë kohë shumëzohej me 4 ose 5 persona, dhe këtu kishim 7 familje muslimane, 25 familje të krishtera dhe kishim 16 beqar. Të ardhurat e këtij fshati ishin, kur e shikojmë në Ispengje, ishin të ardhurat pra takse që paguanin të krishterët, që siç e kemi theksuar edhe më parë dhe siç e kemi parë edhe në defterin Arvanit, theksohet që këtë krishterit paguanin më shumë taksa, shumë më tepër taksa se sa muslimanët. Dhe si që pamë edhe në këtë fshat, kishim disa familje që ishin qifqi, ato që ishin qifqi, më shumë ishin muslimanët, sepse Perandoria Osmane do të zgjidhte ato njerëz të besuar, pra shërbetorë, besnik, siç e quante ajo, të cilat do të marrin sa më mirë shënimin e fshatrave, sepse në bazë të shënimeve që mante administratori do të mblidheshin taksat, dhe në bazë të shënimeve që mante administratori do të dijej se sa djem ka një familje, që ato do të merreshin në moshë të mitër dhe të dërgoheshin në sarajin e sultanit. E bëj këtë sqarim sepse ka shumë që më shkruajnë dhe më pyesin, pse i pas ka mbajtur, si i ka mbajtur, çfarë thekson, çfarë mundoni të tregoni ju me këtë etj. Pra ju lutem, para se të komentoni, para se të flisni, para se të hapni gojën dhe të flisni, mendoni, logjikoni, studioni, arsyetoni dhe në atë mënyrë komentoni. Faleminderit. Pra, kemi të ardhurat në Ispengje. Ispengje ishin ato të ardhurat që ishin takse që paguanin të krishterët, ndërsa takset e tjera të thjeshta janë ato që pagueshin dhe muslimanët, por muslimanët paguajnë me takset e krishterit. Ispengje ishin taksa e çiftit që paguaj 154 akçe, taksa e rajave që shkonte 1025 akçe, për 10 barë grur pagueshin 500 akçe, për 7 barë elb pagueshin 210 akçe, për 5 barë thekër pagueshin 200 akçe, për 11 barë tagji pagueshin 220 akçe. Mund të bëj gabim këtu me shifrat, por meqenëse i kemi të shkruar se nuk më shikojnë syt asnjëherë jo. Kemi për 24 medra të mushtit pagueshin 240 akçe. Ishin taksat e govatës që pagueshin 40, ishin taksat e barit që pagueshin 125 akçe, ishin taksat e perimeve që pagueshin 50 akçe, ishte taksa e të dhjetave të lirit që paguhej 18 akçe në bazë të dhjetave pra, me në bazë të shumës që ishte, e dhjeta e bletëve që paguhej 22 akçe, gjithashtu këtu shikojmë që kemi tokë hasa në dorë të Kasem Shimerdi si pas defterit të vjetër dhe paguhej 30 akçe. Ishte qifliku i Rizvan Vojvodës të ardhur së bashku me Arra dhe Livadhin dhe Vreshtin që paguante 80 akçe. Vlera e kashtës ishte 36 akçe. Niabeti, taksa e martesës, e tapisës së tokës dhe të tjera ishin 50 akçe. Pra, shuma totale të ardhura taksa totale që paguhet dhe ky fshat ishin 3000 akçe. Tani kemi edhe një shënim për emra në bësipër që thot leximi i emrit Bac nuk është i sigurt sepse germa e dytë A nuk është shkruar qartë dhe shpesh është dhënë në formën e is. Duke u nisur nga shkrimi i regjistruesit kemi formuar bindjen si ky emër duhet të lexuar Bac dhe jo Bic, sepse në të njëjtën formë ai ka shkruar edhe emrin Gac, herë më e të shkruar qartë dhe herë të shkruar në formë shumë të shkurtër. Ndryshe ky emër mund të lexohet Pac ose Bic,
Të gjitha rastet që ndeshen në defter i kemi lexuar bac. Në faqen 101, ky emër është shënuar me shenja diaktrikike. Miq, pra sot në këtë program pa më fshatin Gorna Raca që i përket Sanxhakut të Dukagjinit. Nuk kemi ndonjë shënim se kujt i përket ky fshat, cilës zone i përket, po në përgjithësi këtu në Sanxhakun e Dukagjinit, pra shikojmë ato fshatra që i përkasen nahisë të Dukagjinit dhe të shohim të gjithë fshatrat që janë regjistruar këtu. Pa tjetër duke i shpalosur një nga një. Pra këtu pam se sa familje të krishterë kishte në vitin 1590 dhe sa familje muslimane kishte në vitin 1590. Pam se si njerëzit paguan një gjithçka dhe njëherë dua të theksoj këtë, që Perandoria Osmane i ka mbajtur shënimet, i ka mbajtur regjistrimet e shënimet të fshatrave kudo që ka administruar. Shënimet patjetër që i ka mbajtur për interesin e saj, sepse ajo zgjidhte bejlerët, agallarët, administratorët e saj të besueshëm, të cilët do të mbanin regjistrimet sa më të rregullta, sepse në bazë të regjistrimeve që një administrator bënte në një fshat, në bazë të saj mblidheshin taksat, në bazë të saj mblidheshin fëmijët, pra djemtë që dërgoheshin për të rritur si ushtar në radhët e Perandorisë Osmane. Pra nëse një administrator në një fshat kishe 30 familje dhe ai shënonte 20 familje, do të thotë që Perandoria Osmane në këtë rast do të humbte të ardhurat taksat e 10 familjeve, ose nëse një familje kishte 7 frymë dhe ajo do të shënonte se janë 4 frymë, ajo do të mblidhte të ardhurat për 4 frymë. Nëse një administrator do të shkruante që kjo familje ose ky fshat ka të ardhura për shembull 5 kuintal grur, ndërsa ishin të ardhurat 10 kuintali grur, Perandoria Osmane do të merrte taksat për 5 kuintali grur, pra do të ishin humbje nga ana saj. Prandaj ajo zgjidhte administratorët më të mirë, më të besueshëm, pra administratorët e saj besnik, që të mbanin shënime sa më të sakta, që mos të kishte humbje as në mbledhjen e taksave dhe mos të kishte humbje as në numrin e djemve të mitur që do t'i merrte dhe dërgonte në sarajt e saj për të rritur si ushtar në radhët e Perandorisë Osmane që do të vinte dita, ashtu siç e kemi parë edhe në historinë, në vëllimin e historisë osmane, që ato dikush do të ishte ushtar i thjesht, dikush do të ishte komandant, dikush do të ishte pasha, dikush do të ishte general, dhe patjetër që ato në krye të ushtrisë do të vishin dhe do të bënin sulme në trojet shqiptare dhe kudo Perandoria Osmane sundonte. Pra sot pam fshatin Goma Raca, në programin tjetër do të shikojmë fshatin Dolina Raca dhe do të shikojmë përbërjen e fshatit Dolina Raca dhe do të shikojmë se në disa fshatra kemi edhe shënimet se kujt i përkasin, si mund të ketë ndryshuar emri, është dukur apo jo. Kërkoj për krahjen tuaj të bëni like në video, të komentoni në video, të shpërndani videot dhe pse jo të abonoheni në kanalin tim. Faleminderit për ndjekjen dhe për mirëkuptimin dhe mirupafshim në programin tjetër.